Sali Berisha deklaroi se kjo javë shënoi një goditje të rëndë për regjimin e Edi Ramës në instancat më të larta të Europës. Ai denoncoi blerjen e votës, kapjen e shtetit dhe drejtësinë e munguar në Shqipëri. Berisha cilësoi fushatën 11 majit si ditën e çiftit me kostumin e nusërisë. Unë ju informova ju lidhur me seancat që u zhvilluan në grupet parlamentare të Qendrës Djathtë dhe të Djathtës konservatore në Këshillin e Europës, takimin që zhvillova me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopulos, takimin me delegacionet e disa vendeve anëtare. Por dje në Parlamentin Evropian, në institucionin më të fuqishëm vendimarrës të Europës, në institucionin më të fuqishëm ligjbërës të Europës, në komisionin më të rëndësishëm të këtij institucioni, Parlamentin për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, u zhvillua një seancë e cila është e llojit të vet shumë e rrallë. Një seancë e tillë u zhvillua për Shqipërinë pas përdorimit të dushkut për dhunimin e zgjedhjeve në vitin 2002. Në vitin 2002 dhe konkludoj me një rezolutë historike për Shqipërinë. Europa është e vendosur që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira. Në një konferencë për shtyp krye Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi se narkodiktatura e Edi Ramës u përball me reagimin më të ashpër në 2 nga institucionet kryesore të Europës, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Europës dhe Parlamenti Evropian. Sipas tij, brenda një javë u mbajtën 3 seanca të jashtëzakonshme, kushtuar Shqipërisë, ku denoncuan manipulimi i zgjedhjeve, përfshirja e krimit të organizuar dhe dhunimi të drejtave të opozitës. Fushata surprizë, po nëse thuhen surprizat sot, atëherë për ato janë jo. Edhe problemi është se çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë të shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Berisha theksoi se mediat pranë pushtetit u përpoqën të censuronin këtë zhvillim historik, por sipas tij, zëri i Europës është i pandalshëm. Ai denoncoi reformën e drejtësisë, një mekanizëm për të eliminuar opozitën dhe për të mbrojtur pushtetin personal të Ramës. Ish-kryeministri shprehu mirënjohje për mbështetjen ndërkombëtare dhe paralajmëroi se maskat kanë rënë, por sipas tij, zgjedhjet e 11 majit do të jenë vendimtare. Ai e cilësoi votën në diasporë si shpëtim për Shqipërinë. Berisha paralajmëroi Ramën për vëzhgimin të rreth ndërkombëtar.